Albin Kurti nuk e përmend Vjosa Osmanin. Kurti e pëlqen Murat Jasharin si president unifikues. Murat Jashari do të gëzonte mbështetje gjithpartijake, do të ishte nder për Republikën, stabilitet për institucionin dhe siguri për kombin. Çka ndodhi sot në mbledhjen e Këshillit Përgjithshëm të Vetëvendosjes? Para se me vazhdu, mos harroni me bë follow. Si zakonisht, kryeministri Albin Kurti e mbajti një fjalim të gjatë, foli për shumë tema, përfshi për kryetemën aktuale, atë zgjedhjes së presidentit të ri. Takimet me PDK-n dhe LDK-n i quajti korrekte. Në fjalimin e gjatë të Kurtit vend nuk kishte për emrin e Vjosa Osmanit. Pra Kurti nuk e përmendi fare, ama bash hiç Osmanin. Kurti u kallëzu enigmatik, duke mos e shpërfaq publikisht nëse e përkrahase jo Vjosa Osmanin si kandidate për presidente. Kurti tregoi se janë dy çësie për të zgjedhur presidentin, ose me një kandidat unifikues konsensual mes partive, ose me garë demokratike përmes kandidatëve partijak. Sidoqoftë, në asnjërin version Kurti nuk e përmendi Osmanin si kandidate që përkrahet nga vetëvendosja, do të thotë që vetëvendosja është e përgatitur dhe do ta ketë kandidatin e saj. Nesër Kurti do të takohet me Lumir Abdixhikun, e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kanë mbetur edhe pak ditë deri në përfundimin e afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit. 3-4 ditët e ardhshme e përcaktojnë fatin e presidentit. Dështimi nuk kupton zgjedhje të reja. Një gjë po duket ashqare, Kurti nuk është entuziast si dikur për ta rizgjedhur Vjosa Osmanin presidente. Më tregoni në koment se çka mendoni ju për këtë çarjen mes Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit. A do të dëmtoj Kurtin mos përkraja ndaj Vjosa Osmanit?